Ndryshimet buxhetore të kërkuara nga Bashkia e Vlorës për të miratuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të kësaj të martes sollën debate dhe diskutime. Të ndryshme kanë qenë çështjet e ngritura nga këshilltarët dhe debatuar në këtë mbledhje, ndërsa një prej tyre ishte edhe çështja që lidhet me kompaninë Vlora Invest, sa i përket parkimeve me pagesë. Kur është bërë një prokurim që jemi njohur në mënyrë elektronike nga website-i bashkisë, nuk ishin më 3 sheshe, të cilat do të ishin me pagesë, por ishin 4 sheshe. Pyetja ime konsiston, një e para, lulishtja përpara ish shkollës së Marinës, të cilën unë kam një kontratë lidhur midis bashkisë dhe ministrisë, që është pronare e këtij territori. Biçbaz është prokuruar nga Bashkia Vlorë, sepse është prokuruar që të vizohet, të sistemohet, të bëhet hyrja dhe dalja. Biçbaz ku nuk ka marrë miratimin në Këshillin Bashkiak, një e para, e dyta ka filluar nga funksioni sepse në fundjavën e kaluar unë kam parë që në këtë territor ka pasur makina të parkuar, pra ka filluar nga funksioni ky territor si vend parkim për qytetarët, apo vazhdon të kemi abuzim nga njerëz të cilët e kanë okupuar dhe vazhdojnë ta përdorin për qëllime biznesi. Por këshilltarët bashkiak kanë kërkuar gjithashtu në këtë mbledhje edhe rialokim të fondeve për njësitë administrative, që sipas tyre duhet të kenë vëmendje të veçantë të Bashkisë së Vlorës. Fondi është buxheti, po ky buxheti dhe këto paratë e Bashkisë sigurisht janë vetëm për qytetin këtu dhe ne njësitë administrative, unë nuk e marr vesh me këta përfaqësuesit e njësisë administrative, këta socialistët që asnjë s'ndihet una këta të PS-s, sigur ato komunat këto njësitë Novosele, Shushit janë në rregull. Këtu flitet vetëm na Kalaja te Pusi Mezinit. Kemi bërë alokim fondesh 4-5 herë edhe në njësitë administrative, ka shkolla, ka qendra shëndetësore, ka kopshe, ka duhet në rekonstruksion shkolla, të lutem kryetare. Të lutem. Po dëgjon. Edhe njësitë administrative ka nevojë për alokim fondesh, që këto fonde të idhi disa lek në njësitë administrative. Sepse të paktën e kanë përsitur disa herë, njësia administrative Orikum është buxhetin e Bashkisë Vlorë në një shumë konsiderueshme vjen nga njësia administrative Orikum nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Socialiste Ervis Moçka vlerësoi iniciativën e Bashkisë së Vlorës për rialokimin e fondeve, pasi sipas tij këto projekte janë në shërbim të qytetarëve. Për atë punë është Këshilli. Cilësia e projekteve mund të hajë diskutim, po që vinë mirë bëjnë, nëfton se edhe ti mbajnë lekët për çfarë duhet i mbajnë, shërbime duhet i japin. Si vjet janë 65 milionë euro buxhet. Dhe bashkia buxhetin 80-70, bashkia buxhetin që ka për të pasur në këto 2 vite, nuk ka për ta pasur asnjëherë, se u kam thënë dhe u përsëris, janë të ardhurat që vinë nga zbardhja e lejeve të ndërtimit takse ndikimit në infrastrukturë, 6%, 8% që janë në vlera shumë të larta. Sepse po të shikosh të ardhurat e bashkisë, po të shikosh zërat e bashkisë, të gjithë zërat janë me minus. Pjesa tjetër që ju thoni, po ju i keni të gjitha kompanitë e bashkisë i keni me humbje. Në fund të vitit kur na vin projekt buxheti, të gjitha kompanitë subvencionohen.